parit drejtësardhmes që rinia e Elbasanit padyshim e meriton. Ju faleminderit shumë dhe ftoj kryeministrin për fjalën e tij. Përshëndetje të gjithëve, ne vazhdojmë punën dhe zhvillojmë projektin e automotoparkut, i cili tani më, siç edhe u prezantua këtu, është një projekt i detajuar plotësisht në një bashkëpunim të ngushtë me Formula 1-shin, duke ndjekur të gjitha sugjerimet apo duke adresuar të gjitha kritikat e skuadrës së vendosur në dispozicion të këtij projekti nga drejtuesi ekzekutiv i Formula 1-shit Stefano Domenicali, dhe në ndërkohë në territor vazhdon puna për të përgatitur të gjithë terrenin mbi të cilin do të ndërtohet projekti, infrastrukturën, hyrjet dhe daljet, dhe nëse ju ka rënë rruga apo ju bie rruga andaj mund të shikoni që ka një punë që bëhet atje. Ambicia është që Shqipëria 2030 të jetë edhe vendi mikpritës i garës së Formula 1-shit, diçka e pa konceptueshme deri paracakohet, diçka jo lehtësisht e konceptueshme nga vende shumë me emër se sa i yni, por ja që ne ja dalim edhe aty ku në një farë mënyre basti duket i pamundur. Dhe dua të theksoj që këtu nuk bëhet fjalë për të bërë një investim të kësaj natyre për një garë. Këtu bëhet fjalë për t'i instaluar ekonomisë shqiptare një motor të ri. Ky projekt është ekonomi, nuk është garë me makina. Dhe është ekonomi sepse në harkun e 360 vitit, ky projekt do të krijojë një destinacion ku në qendrën e vet të gravitetit do të jetë siguria rrugore dhe ku që nga fëmijët e vegjël deri tek më të rriturit që ngasin një makinë apo duan ngasin një makinë, do duhet t'i referohen kësaj qendre për testimet përkatëse që do t'jenë pjesë e të qenit ton antar të Bashkimit Evropian. Modeli ynë për këtë është qendra në Vjenë, por siç e vut re mbase nga prezantimi i projektit, me skuadrën teknike të Formula 1-s që ka punuar studioja e përzgjedhur nga konkursi ndërkombëtar, është ndërtuar një projekt që brenda vet familjes së cirkuiteve të Formula 1-shit është inovativ. Është inovativ për një sër zgjidhjesh që janë sugjeruar nga stafi teknik i Formula 1-shit dhe që faktikisht këtë cirkuit në Elbasan e bën një cirkuit që sjell një sër risish, gjë që është pjesë e kërkesave të Formula 1-shit kur adopton cirkuitet e reja në kalendarin e vet. Nga ana tjetër, më vjen shumë mirë që për shkak të një parashikimi jo optimist të motit, por këtu Elbasani zhgënjeu edhe parashikuesit duke faktikisht na ofruar një ditë me diell. Ne nuk i ndam këto dy aktivitete, pra qëndruam këtu, eksaktësisht në këtë sallë ku Arbi e bëri pak prezantimin, salla që 19 e kusur vite më parë u vënë në dispozicion të komunitetit nga një familje
e vjetër e Elbasanit, mes shumë të tjerash, një familje që i ka përkitur ati rrethit kulturor të kësaj bashkësie, e cila bleu tokën dhe ndërtoi të godin që njihet historikisht si biblioteka e qytetit. Këtu ne duam që të bëjmë një ndërhyrje të rëndësishme përmes Ministrisë Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit për të krijuar para një për të rikthyer kësaj godine gjitha të shkëlqimin si një monument i mirëfillt kulture dhe për të krijuar një destinacion të librit që të ketë çka është ruajtur këtu, por të ketë brenda edhe kohën e re, teknologjinë e kështu me radhë. Pra, nga një projekt shumë i madh dhe ambicioz që do të jetë një motor i shtuar për ekonominë kombëtare, tek një projekt i vogël dhe lokal që do të jetë një tjetër xhevahir që i shtohet Gjerdanit të monumenteve të kulturës Elbasanit, i nxjerr nga kjo lloj situate këtu me një fqinj atje në formën e një ndërtimi absurd që është ngjitur në kurriz edhe do t'ja ndajmë, ecim më tutje për të quar më tej atë vizionin e bashkimit të Tiranës me Elbasanin dhe e bashkëngjitjes së Elbasanit me Tiranën si një gjymtyr e një metropoli që tani gjithmonë më shumë po merr formë si metropoli i dekadës së ardhshme, me qendër Tiranën, me dalje në det në Durrës, me shtrirje në verilindje në Dibër, edhe me këtë krah në Elbasan, ku në ndërkohë kalojnë edhe infrastrukturat e rëndësishme, siç është dhe rrjeti evropian i korridoreve, korridori 8, që ne e përfshim në rrjetin evropian në summitin mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor në Tiranë në 2023. Shumë faleminderit edhe ditët më të mira edhe për Elbasanin janë të gjitha përpara.